Kristi Dragon. A ndodhi diçka pas Big Brotherit? Edhe unë dhash edhe sakrifikova, kupton, dhe mua nuk më qenë zjarë që bën. Luiz duhet përmirësohesh. A je ti në një lidhje? Unë jam super lidhje. Unë jam shumë pasionat. Pije koke këmb? Loredana apo Eglitako? Nduken shumë bukuri, çik të sforcuara, e çik periferike, Fjala e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Gjesti. i pa talentuar. Merr Ne në nuk e telefon dim. Jacqueline Legatarin dhe thuaj për film erotik bashkë me të. Kristi. Është vap ose? Jo, bab, Jo, Jo, ke nuk e- dietisi letosur. Mos vall Fatmës, nuk i pëlqeu vrima e Rita Petros. ka të drejtë ajo. Mos e ka ratën. It's Friday again. It's Sunday, Monday, Wednesday, Tuesday. Do ditë e mundshme duhet jetë what the fuck është. Mirë se keni ardhur, mirë se na keni gjetë. Ja, mirë se na erdhën na trokitet përsëri në shtëpinë tonë. Pse po bëni si plakat e moshme? Ndërkohë që unë kam rënë kemi një audiencë nga më të vegjël deri te më të rriturit. Ju lutam. Unë përfaqësoj grup moshën e kombinatit. Dhe kjo përfaqëson të rriturit është për të ardhur keq, që Shqipëria ka përfunduar në këtë pikë. Por le të mos flasim për këtë gjë, por le të flasim për ngjarjen që ka tronditur showbizin anë mbar këtë javë. Ka tronditur themelet. Aman pikën perlat. Pikën perlat. Nisi me orar. Jam duke mbajtur zi Okej. për themelet e tronditura. Ka të bëjë me debatin online të Angela Martinit me Fatmir Sebelliun për historinë e tyre të dashurisë që thuhet ka zgjatë vetëm 2 javë. Jo vetëm për historinë e dashurisë Fatos, po dhe për gjyqjen. Ne kanë qenë gjyq bashkë. Një serial në Netflix gjatë më shumë se sa kjo lidhje. Sa kisha sezon më më shumë. E vërtet. Po sepse ai nuk ishte pasur interes, pra ndërkohë Angela tha, unë isha e treta në marrëdhënien tënde. Hajde t'ja Shiko, nxjerrësh Tani vërtetën. do ta analizojmë me detaj, Me detaj. sa ne e dim dhe kemi. Hapim detajin e parë. Detaji i parë është fakti që Oni, të gjithë ne e quajmë Oni, të gjithë publiku pra Fatmirin e quajmë Do Oni. bëjmë Nuk e një di fakt. pse. Është Oni. Është Oni apo Fatmir? Votoni poshtë në komente. Si tha Fatosi, tha kush është Oni, tha kush është Lëre mos ti Fatmiri. tregojmë këtë gjë. Mirë këtë, po tha Artemiza tha, Fatmir tha shkurt On. Nëse mos të merreni me këtë detaje, unë dua të komentoj faktin që ai tha për Angelën që njihet vetëm për të dashurit që ajo ka pas, që për mendimin tim ishte një ofendim shumë i rëndë që ti mund t'i bësh një vajze, E vërtet. dhe ai u soll si një mashkull mesatar shqiptar që thot atë gocën e kam pas unë, ajo ka shkuar me këtë, me këtë, me këtë. Kjo është edhe e gabuar faktikisht sepse Angela gja njihet më përpara. Ka një karrierë goxha të gjatë modelingu. Nuk është se u lidh me Onin dhe u bë fam. Se thosh edhe Oni ka ndonjë fam kush e di. Po dhe për 2 javë. Dhe për 2 javë sa fam mund të ketë marrë nga Oni, më kupton? Okej, e vërtet që ai njihet më përpara. Oni e ofendoi, por Oni dhe ofendimi i erdhi si pasojë e ofendimit që Angela i bëri, kanë qenë pasime. sepse këtë gjë e nisi Angela me postimet në story, kjo situatë ka ndodhur vite më parë dhe pyetja ime është pse pikërisht në këtë moment? Pyetje shumë e vëndmisi sepse edhe unë po vrisja mendjet. A është vërtet Angela ka që revoltuar vetëm për faktin që ju fshin lajmet në Google apo pas kësaj qëndron një lëvizje Me Too që ajo ka dashur të risjelli? Po unë në mendoj që ka diçka që ka ndodhur së fundmi prapa kamera, prapa skenë, sepse do ishte shumë out of nowhere që ti futesh një ditë dhe sheh që lajmet janë fshirë ose sa duket Angela kërkon veten në Google një herë në tregun. Tani jo, të them Ata diçka pse për pas këtë ka Me Too shumë vite movement do përpara se të kalojmë fshinin. në dyshimet tona. Tani është shumë e vërtetë që mund të jetë një lëvizje Me Too movement, sepse ka ndodhur, kemi parë dhe në Hollywood shumë shpesh me VIP-at. Por problemi qëndron që kur bën Me Too movement nuk do dalësh me mesazhe anonime. Do mbledhësh histori njerëzish të cilët dalin dhe flasin me zë për historinë e tyre dhe jo me mesazhe anonime. Ajo është versioni vetë. Sepse kjo nis dështon dyshimet, sepse dhe Oni nga ana tjetër ka bërë të njëjtën gjë me mesazhe anonime. Unë këtu jam kundra Angelës, se Angela i ka nisur këto me sa di unë mesazhe që i vinin në DM dhe i publikonte, madje kam përmend emra dhe të tjerë influencerësh nga Kosova. Nga Kosova dhe ajo ka reaguar dhe ka thënë nuk është e Pra është bërë një vërtetë. lëmë
lëmsh i madh. Është bërë lëmsh vërtet dhe me sa duke këto hidhe prit vetëm postime nëpër story, kanë qenë pak, domethënë pak dhe të lodhshme. E mira do ishte edhe të ulta dhe niveli i kalori vendos. Unë habita se tha, ai tha nuk ka lek dhe është koprac. Këtu më habiti mua. Edhe mua këtu mundes llampa. Se Mbellin kanë reputacion. Shiko tani, s'do më nizej mua llampat kur thot koprac ke lek, ke tani tu ndez llamba jepi gaz me të tretin. Bëra kërkimet e mia dhe Çfarë kërkime s'ke bër? Fatmir Hysembelliu është djali i pronarit të Hysembelliu Group dhe këta kanë disa biznese. Biznes birre, vere, ujë, pije alkolike, pije jo alkolike, mallra ushqimor, mjekësor, bujqësor, duhan, konfeksion, ndërtim objektesh, hoteleri, restorant, bar, media vizive, media e shkruar. Universitet, arsim para universitar, agjensi real estate. Sa shon vlera e pasurisë së Irfan Hysembelliut? 850 milionë euro sipas një artikulli ndërkombëtar. Shiko. Unë mendoj që po të kishe parë mirë te lista, në fund do isha edhe unë se me kaq shumë biznese. Edhe një herë mua do më kenë propozim. Edhe një herë se u trullosa. 850 milion euro. Dhe për më tepër që Oni në një intervistë që ka dhënë për një media italiane ka thënë që pasuria jon shkon gjysmë miliard euro. E po gëzuar për Onin pra. Gëzuar për lekët e Irfanit Onit. Gëzuar me premium Balajthiza. U rritim dhe ne. Sa të mira janë, I shumë love të Bëshim this. ashle. Po. Kanë ngjyrë interesante shumë këto kur. Dhe shije. Edhe super shije. Po. Ore, pse nuk bëjmë një sekond, po sikur Çdo. të merremi me secilën pije të Lajthizës dhe kush nga VIP-a do ishte për shembull rozeja. E bën shumë vështirë këtë. Po ja, pse më kush vishet me rozë dhe është kështu pinki. Përveç meje, Dea Michel mund të ishte. Vërtet. Dea është fiks një premium roze. Premium roze Balajthista, Gëzuar Dea. ngjan me Dea Michel. Po prit, që Tonic Water. Tonic Water, kush është kaq, domethënë që është i nevojshëm. Po. Por e gjen dhe në përditshmëri. Jo, Kudo. okay, po unë e shoh dhe kështu nga ana e ngjyrës verdh, për kush mund të jetë vetë bjonde. Rodina Magjistare. I ke rënë pikës me këtë. Bjonde kështu ajo Edhe çdo pas dite. Edhe çdo Tonic pas dite, Water. çdo ditë. Ndërkohë un kam premium orangeade, Portokalli. portokall, Ka kosti, duhet të mendosh. Gjemisheu. Na që ka qenë portokallia thua. Ajo vërtet. Nuk e di Gjemi shkon, kjo është nga pjetë e mia të preferuar, edhe nuk e di. Shumë e bukur. I shkon, është e lehtë, është e këndshme. Pra shumë ti do të bukur, si thuash që Gjemi. ti vdes për Gjemi Sheu. Nuk mund të them vdes për Gjemi Sheu, por vdes për orangeade. Shiko, Nga unë në Lejtiza. dorë tani kam Oxin Leila Premium Okej, kjo Energy është- Drink me frut pasioni. Tani, duke qenë se Leila më kujtu kënga Leila e Elvanës. Leila. Kështu që Oxi Leila do ishte Elvana padyshim. Po tani me që un kam Oksin portokalli. Portokalli. Dhe duhet të jetë dikush që është aty në nivelet e famës së Elvanës, Ta. si shumë big artist. Kush mund të jetë më? Gjensila për shembull? Janë Big. ngjashme. Janë të ngjashme, janë të ngjashme dhe bukura, të super ndryshme. artiste të Po, dyja. e vërtet, e Kemi vërtet. kemi edhe këtu të fundit, po kjo është e lehtë fare. Me Është limon. Premium lemonade nga Lejtiza. Ta themi një zëri? E ta themi të 1, gjithë 2, 3. Ylli Limani. Absolutisht. Kush tjetër, kush dhe tjetër. shumë e freskët, shumë E vërtet, verore. e vërtet, Nuk e ta vërtet. thyen zemrës Ylli Limani. Godite Kostian, bravo. Bravo, Kostian. Lutem. Tani me që pijet e Lajthizës i pinë, Po. unë besoj që jeni gati për të parë Vox Popin dhe gjeni kush është rikthyer rrugëve të Tiranës. Unë jo, ai jo, ti. Jam rikthyer unë pas kaq shumë kohë, më kishte marrë malli. Shekuj, ko. Më kujton Qena kur Kristja, ka- Rozana apo Gerda. Ato divat e Por Durrësit. këtë herë kam pyetur për një div të re e cila është Oh. në Lulëzime Sipër. Është Katerina e Përputhen, e keni parë çfarë ka thënë? Lover, super personazh. Nga Greqia. Nga Greqia. Shiko se unë erdha nga Greqia dhe s'di të flas një skip. E di që unë kam gjetë versionin mashkull të kësaj meme. Vërtet? Po, për zotin, shiheni dhe rikthehemi në studio. Hey njerëz të bukur, sot kam dalë në shesh pas kaq shumë kohësh për të bërë një Vox Pop dhe për të pyetur qytetarët se çfarë mendojnë për deklaratën e Katerinës që nuk e do burrin bregrisur, por e do me shumë lek. Shkojmë. Katerina tek Përputhen tha që unë e dua burrin, tha jo bregrisur, po me bankën plot. Çfarë komenti jep? Jam çmend, çfarë të them? Bra. Se ka të drejtë ajo. Mos e rasën. Për atë nuk jam dakord. Si e dakord që të doj shumë lek? Jo.
Mendon që dashuria është më e rëndësishme? Po diskutohet, leku vjen një ditë mbaron, ku do jetë dashuria pastaj? Dashur me lek shumë. Jo, un kam lek vet. Ku do shkoj dashuria kur të mbaroj leku? Tani kjo tha dhe një gjë që mua më goditi shumë, tha, e meta ime në një marrëdhënie është që un dua shumë seks. No. E kupton? Çfarë ti themi në kësaj tani? Çdo për prandaj do leku thotë. Tani burri jot, ka pas lek burri jot? Por s'ka pas lek. Po unë e kam E ke dash? e kam dasht. E ke dash? Po. Po tani gocat e reja, Katerinat e përputhen thotë se du bregrisur, e du me lek. Çfarë ti themi në asaj? Tani unë nuk e di si e kanë menën njerëzit, po. Ti vetë e ke dash pa lek. Unë e kam dasht pa lek. Nuk është normale. Un dua shumë seks në marrëdhënie, tha. Kush e di si është ajo? Kush e di si e ka hallin? Kush e di si ka dhe mos është edhe lesbike. Pse vetëm lesbike dun seks? Ato dua seks shumë. Po të bëj. A është kjo një emet pra që të dua shumë seks në një marrëdhënie? Është mirë apo është gabim? Po varet nga vetë individi që i ka pëlqyer. Sa herë ke bërë për shembull në javë? Nuk e problemet Nuk tregon, ë? ne probleme personale. Tani Katerina të përputhen, tha që unë nuk e dua burrin bregrisur, e dua me lek. Çfarë komenti keni? Mire ka. Ashtu duhet me lek? Me Ti lek. ke pas vet lek? Unë s'kam pas lek, po unë kam marrë fukarak edhe kjo bashkë me mua. Pra e keni bërë lekun bashkë. Mbarëm shkollën e lartë të dy, u martuam edhe krijuam familjen. Qa? Po tani ajo ka të drejtë që e kërkon burrin me lek dhe jo bregrisur? Mendimi i saj është erdi zotni. Mendimi i saj Mendimi i saj, ta kërkoj si doj, koha, do më demokracinë e përryk do të mira gjoja dhe, gjoja. Ju zojmë pse e keni marrë burrin pa lek? Se e doja. Fishe shkollën, kisha punë. Se e doja pa lek. Ja që dashuria ekziston dhe pa lek. Katerina do shumë seks, thot. Në përputhjen ajo vajza. Jo seks, ta marr burrin edhe ta marr sikon për të marrë. Ta marr burrin sikon Seksi nuk është i rëndësishëm? Jo, nuk është i rëndësishëm. Merë bën seks ke shtëpia. Të shtëpia, vetëm të shtëpia. Ke shtëpia, rrugëve, ferrave, jo. Okej, faleminderit për mesazhin. Katerina në përputhje tha që unë nuk e dua burrin bregrisur, e dua me shumë lek. E do edhe me të trash. Po, çfarë komenti keni? A morale, totalisht mos themi morale. Ajo tha unë kam dhe një tmet, tha që unë dua shumë seks në marrëdhënie. E pa ti le të gjej ndonjë artificial, se shumë seks. Lekun ta fitoj vetë, të punoj vetë. Ta fitoj vetë lekun, jo ta gjej burri me lek. Jo, burri, Ajo tha unë dua dhe shumë seks ta në Nofta marrëdhënie. i baraz pesh, po jo. Tani ajo tha që unë dua dhe shumë seks në marrëdhënie. Ajo Është një kërkesë e hajrit apo jo? Duhet as mosha. me moshë. Sa mosha, me mosh patjetër. Patjetër, ë? Ti Patjetër. kur ke qenë i ri sa ke bër? Unë kam zënë i dashur po pa lek. Pa lek, a? Po, Me atë të dashur ke qenë gjithë jetën? po ja, Sa ke ndruar? një vetëm atë, më ne kam marnusën edhe se kam Roma. E un kam një tmeta, një gabim në lidhje, që dua shumë seks. Aty nuk e ka pas keq. Nuk e ka pas keq. Nuk e ka pasur. Katerina është një vajzë e re që ka hyrë në përputhjen për të gjetë burr dhe tha unë nuk e dua bregrisur, e dua me shumë lek. Qa me të thonë, unë sjetoj tu. Si jetoni këtu? Jo. Ajo tha që unë dua dhe shumë seks në marrëdhënie. Është e drejtë? Të kërkoj një femër këtë gjë, një vajzë? Unë jam moshe në moda, kupton. Që do me thënë? Kom vite që s'jam nuk jetoj tu, ka kupton. Po gjuhën e kupton, besoj. Po gjuhën e kuptoj, po qa me thonë të... Tani, si që shikon të Shqipërinë, si të duket? Vajzat e reja, Katerina, me këto shembuj që të them unë, qa mendimi ke? Një mendim duhet ta kesh. Ti qa me thonë se unë jetoj këtu, Allah, unë bona ku e gjatë që s'ri këtu. Kuptoj. Tu e 35 vjetë nuk jetoj këtu, ma, kuptoj.
Janë të papar njerëzit, janë të papar. Njerëzit të paparët shumë të çuditshëm Po në opinionet e tyre. se tani po ku ka çuditshmëri është perfekte. Tani ti vatos dole rrugëve të Tiranës. Nuk e di ata zuri syri shumë njerëz që me iPhone ishin me iPhone 17-ta. Po ka dalë iPhone 17-ta. Po. Ka dalë, po ne s'kemi pa gjë. Po pra, sepse të gjithë këta që vendosën të marrin iPhone 17-ën e kanë marrë me këstet më të mira te Jute Credit, normalisht ose nga aplikacioni My Jute App, dhe tani po e shijojnë ndryshe nga ne këtu që duhet ikim patjetër pas emisionit tek Jute. Destinacioni jonë i radhës. Faleminderit Jute, super. Hajde ikim, do të çohemi direkt. Jo, sepse nuk do të çohemi, sepse ky zotëria këtu Çka ka bërë? ka bërë një investigim tjetër shumë të rëndësishëm. Aq i rëndësishëm sa i gjithë shteti do hidhet për Gjithë shteti po mundohet të më marri mua informacione dhe të më blej, por jo. Ju a them çmimin më vonë. Po, çfarë investigova? Le ta shohim. Mirë se erdhët përsëri në ngjarjen e detektivëve. Këtë herë do të trajtojmë një ngjarje e cila ka zanafillën që në vitin 2021. Kjo ngjarje ka pasur shumë ulëngritje, ka pasur shumë debate, shumë largime, shumë pikpyetje, por as pak kimi me njëra tjetrën. Ato ishin 4: Fatma Haxhialiu, Krista Merkoçi, Tea Trifoni, Olesja Leço. Kanë deklaruar se nuk njihen më herët me njëra tjetrën, por atë duhet ta besojmë ne këtë gjë. Dyshimet lindën kur në sezonin e dytë asnjë nga të lartë përmendurat nuk ishte, përveç Fatma Haxhialiut. Ne kemi ngritur disa pista të ndryshme. Ekspertët tanë kanë bërë hetime shumë ujore, disa prej tyre shtrihen dhe me vite. Përsa i përket Fatma Haxhialiut, dyshohet që ajo ishte e vetmja e cila kishte flokët kaçurrela. Shpesh herë mund ta konkuronte Olesja me onde të mëdha, por a ishte kjo arsyeja që ajo u zhduk nga programi? Ndërkohë për Tea Trifonin, ajo u sigurua që të izolohej për disa javë me radhë në një nga shtëpitë me lokacion sekret, por që shihej nga të gjithë shqiptarët. Përsa i përket Kristës, askush nuk dinte asnjë më përpara. Dhe me thënë të drejtën, askush nuk di asnjë gjë edhe tani. Koha kaloi. Fatma, e mbijetuara e vetë me sezonit të parë. Në sezonin e dytë, ajo e ndan tavolinën me 3 personazhe të tjera. Dalina Buzi, Rita Petro, Armina Mevlani. I bashkohen në asaj tavolinë të rumbullakët me shumë sekrete dhe me shumë debate. Gjithçka ndodh në atë sezon. Dhe më pas, vjen largimi i Rita Petros. Dalina Buzi dhe Armina Mevlani qëndruan stoike në atë sezon, së bashku me Fatmën, e cila e udhëhiqte përsëri sezonin e dytë. Çfarë ndodhi me Rita Petron, të flijuar në radhës nga Fatma Haxhialiu? Ekspertët tanë ngritën pyetjen, mos vallë Fatmës nuk i pëlqeu vrima e Rita Petros? Dhe në sezonin e dytë këto personazhe qëndruan stoike për të kaluar në një pistë të re. Në skenë, Delieri Lalaj, një stratege biznesi, një mendje mprehtë biznesi, por me sa duket, jo dhe aq mprehtë për të qenë pjesë e sezonit të tretë të Goca dhe Gra. Në sezonin e 4, ajo studio u përmbys. Ledwallet përpinë të 4 moderatoret ekzistuese. Dhe filluan të shfaqeshin fytyra të reja. Fillojmë me Rudina Dembacaj, Egla Ceno, Heidi Baci, Gjilda Luzi, Jorida Rustemi. Nga 4, ato shumë fishuan në 5. Çfarë metode pjellorie përdorën vallë? Një epokë e re, fytyra të reja, e njëjta kakofoni. Vazhdojmë të mos kemi edhe kimi në këtë sezon. Ajo çfarë tronditi të gjithë sezonin ishte largimi i papritur i Heidi Bacit. Ajo deklaroi që do të largohej në shtetin fqinj Itali, por dhjetori e gjeti atë përsëri në ekran, në një program tjetër. Në skenë shfaqet Angel Shkira, një moderatore, influencere dhe një ish banore e Big Brotherit. Rudina Dembacaj deklaroi në një prej episodeve më të suksesshme të WTF Show që me Angel Shkirë nuk ishte as pak kimi, dhe me Heidi Bacin ajo kishte më shumë kimi nga të gjithë. Ndërkohë, Angel Shkira zhduket, pa lënë asnjë gjurmë. Këmbën e tërheq edhe për Gjilda Luzin dhe Jorida Rustemin. Të fundit e mojkanëve, Rudina dhe Egla, thuhet se janë parë të dyja në një bunker jashtë Tiranës, duke kolondrisur magji të ndryshme dhe kuklla voodoo.
Ekspertët kanë parë në vendin e ngjarjes fije flok të dyshimta. Ka që një fije floku portokalli dhe një tjetër kaçurel. Me sa duket, kaçurelset këtë sezon kanë bërë namin. Por, ekspertët në ngjarjet më të fundit kanë arritur në zbulimin se Gerta Gixhari do të heqi qafe Rudina Dembacajn. Dhe kjo, për arsye sepse ajo nuk e lindte të fliste. Një personazh tjetër futet në skenë, dhe ajo është Anila Basha, eksperte në gazetarin e Zez, në kronikën investigative. Me shumë gjasat janë që ajo t'i vrasi të gjithë ata për të hequr qafe dhe për të dalë triumfuese. Personazhet e tjerë, të cilët përfliten t'i bashkojnë këtij kasti, janë Emma Andrea, Rozana Radi dhe Sherina Spahiu. Ne jemi të gjithë kurioz, hetimet vazhdojnë, dhe të gjithë duam të dimë se si do të vazhdojë ky sezon i ri i Goca dhe Gra. A do të ketë më shumë timi, a do të ketë kakofoni, dhe kush do të jetë triumfuesja mes tyre. Ore, tani që u rikthyem në studio, as që vjen dhe ju pak herë kjo studio pak dy behë Të kuptoj, koleg, të kuptoj sepse e ndjen nga i ftuari që kemi këtë episod i cili është një artist i cili vishet gjithmonë pak a shumë me të zeza. Ka të vetë. Të kam vënë re unë apo jo misteri? Jo, gjithmonë po gjë. Edhe një tullac shumë seksi dhe një ish banor i Big Brotherit edhe shumë gjëra të tjera. Kemi sot në What of a Show Kristi Dragon. Po kjo e tullacit. Po shiko, më ngeli kjo e tullacit. Po tani to lutem. Më ngeli një këngë, më ngelin këto. Po, të kanë ngel në plan. E ke në plan mos jesh më tullac, megjithëse të kanë ngelur. Jo, më kanë propozuar shpesh të bëj flokët. Diellje? Nuk kam pranuar. Nuk e pranuar, pra është një brand i joti që ti je tu. Mendoj që pas ke rrit mustaqet, ai ke fut në brand e mustaqet. I kisha edhe më të gjata. I kisha edhe më të gjata, po dukesh si këta kamionat i kamionistët. Po, kamionistët në Amerikë ke parasysh? E kuptoj. Është si meksikan paksa. Mendë çik pis. Ne duam të dim, po besoj të publiku nga ke humbur gjithë kohë se u bë një kohë gjatë që ti nuk je angazhuar me një projekt televiziv. Po. Ka qenë distancim. Shiko, un kam laboratorin tim, laboratorin kuptim që research, kërkesë artistike, që është gjithmonë një makinë background që punon, që nuk dua gjithmonë ta tregoj. Presioni domethënë gjithmonë për të qenë sa më produktiv, sa më aktiv, sa më i dukshëm, edhe ta lidhim atë me vlerën. Kjo tërheqja ime është çik mesazh. Ndaj publikut ndoshta, ndaj njerëzve të industrisë, ndaj industrisë vet, televizionit. Se edhe babi është tërhequr çik, Berti. Po. Dhe babi. A ndodhi diçka pas Big Brotherit? A është e lidhur kjo tërheqja jote me atë si eksperiencë televizive apo? Pas Big Brotherit ndodh gjithmonë diçka, është ta them të drejtë, nuk e doja më veten si banor Big Brotherit, vërtet. Nuk pëlqente më. Nuk doje ta shohë figura jote më me atë si format. Jo me format, me çfarë doja unë, po me çfarë jo se ndodhi një gjë e keqe, po thjesht kam qef si njeri të rilind. Okej. Të rilind, se një gjë të re e cjell, se unë jam person që i mendoj shumë gjërat. I mendoj shumë, sidomos to me profesion, me karrierë e tjera, i rimendoj, ndoshta kam gabim. Ndoshta duhet të jem çik më i bindur, ndoshta, por unë i mendoj shumë. Pa ka qenë një gjë që je bërë pishman nga ajo eksperiencë? Që s'të ka pëlqyer te vetja. Që do doje ta shije nëse do kishe mundësinë? Pishman jo, po dua të evoluoj si person. Se në Big Brother isha okay. Tani flas përgjithësi, mund ta vlerësoj veten e tjera. Isha shumë okay në atë që bëja, në atë që thoja, po dua edhe më shumë. Dua edhe më shumë dhe nuk dua të ngec aty se televizori që këtë për të vë një rol shumë të fortë. Sidomos te topi për shembull ka sa programe që duan patjetër ti jesh një person. Kristi, a ke se ashtu i vlen skeletit, edhe unë kam çik kisha probleme me atë version. A ke ruajtur më kontakte me ish banor të Big Brotherit? Të ruaj kontakte sporadike, po.
Me kë? Ndonjëherë, po Jacqueline për shkak të takoj ndonjëherë. Okej. Dea më rastis diku, po me të tjerët nuk mund të them që Pra thjesht kur rastisni jo, jemi shumë Po me kë nuk ndryshëm. flet për shembull nga ata. Me Që do të takojë në korridoret e topit me dhe shumicën që nuk do flisje, që nuk do flisje. Jo, kështu. Nëse do i takojë rastisht dhe nuk Jo, i flisje. armik nuk kam ndërtuar aty fare. Edhe pse Asnjë. duke, domethënë duke kështu në mediatikisht duke parë, sigur. në pamje të parë. Po, duke sigur kisha një armiqësi shumë forme si Sabanor, jo, nuk e kam më fare. Tani duke parë në retrospektiv dhe duke gjykuar edhe më ftohtë, mendon që fitoria e Luizit atë edicion ishte e merituar? Po. Po. Sepse Po. atëherë kishte shumë polemika, e meritonte, se Po, meritonte është tani. format polemikash. Është format polemikash. Gjithmonë fituesi do ketë polemikat e tij. Madje unë besoj, parashikoj që do bëhet më e dhunshme akoma. Do shkojmë deri një, unë besoj që do një moment do bëhet një arena boksi. Të vjen keq që nuk e fitove ti atë si Më vjen format? keq, më vjen keq. Pa do ta Më rikonsideroje vjen keq se do s'do edhe unë dhash edhe sakrifikova, kupton dhe nga një aspekt këtu, po ky pse dhe e mendoj. E kam menduar dhe e mendoj. Pa do e rikonsideroje ty e përsëri në Big Brother? Nëse do bëj një edicion për shembull All Stars. All Star përflitet çdo vit, një edicion All Stars. Po ti vetë si Krista do hyje përsëri? Nuk e di, ndoshta evoluimi nuk ma lë. Nuk do Nuk e lë përsëri. Po nuk do e linte atë gjë prapë, se njerëzit pastaj presin pak a shumë njëjtën gjë. Nuk e di. Nuk e di, po evoluimi im thotë që ndoshta jo. Nuk përshtatet. Bad. Nuk po. Kristi, duke parë dhe si, domethënë rrjedhja e Bigut tani e tjera, jo. Dua të di pak syrin tënd kritik për karrierën që ka bërë Luizi, kundërshtari yt në Big, pas asaj eksperience, karrierën e tij muzikore. Ti si artist. A ka pas një sukses Luizi apo do duket një rënje? Çiko, suksesi, definojmë suksesin, definojmë rënien, janë gjërat që kështu më se në Shqipëri kemi qef. Po, se marrim parafillon, objektive na Sukses, shifra, sukses, lek, rënje nuk jemi i famshëm, nuk më relevant. Okej, le ta marrim në popularitet, le të themi, në përgjithësi. Pa ju futur shumë detajeve se Ose ka rënë? Po, më thënë, a ka të njëjtin popularitet që kishte pasi doli nga Bigu, apo tani pas kaq viteve, disa viteve i ka rënë populariteti, le të themi? Populariteti ndoshta jo, për relevancën na bie të gjithëve. Nuk jemi relevant, është shumë gjë normale tani të mbash relevancën në atë speed, në atë shpejtësi, me ato dinamika, vetëm të smuresh. E vërtet. Vetëm ti jetosh për atë gjë. Vetëm ose ti je vetë i smur, totalisht. E vërtet, e vërtet. Karriera muzikës, mua nuk më pëlqen zhanret që bën. Nuk të pëlqen zhanri që bën. Jo, edhe në një ambient tjetër folëm njëjtën gjë. Dhe më vjen keq se ka gjithë ato hapësirë për me bë këngë, studio, gjëra. Mendon që ka mundësi më mirë. Duhet shine, sa më shumë. Pra Luiz duhet përmirësohesh. Duhet përmirësohesh të provosh diçka tjetër. Pse jo? Njeriu audio në muzikë, po, ka gjithë atë gjithë atë konjunkturë. Tani më fal. Ose unë nisa me diçka shumë të bukur, ma thuaj seksi. Tani ti ky djali seksi. A je ti në një lidhje? Unë jam super lidhje. Me kë, more, kush ta ka dhënë zemrën? Kur ndodhi, si ndodhi, ama vetëm mos thoj me natyrën. Ju sa kot bëni si. Mos thuaj me familjen, mos thuaj me Robertin. Artemisa tha titullat seksi, pastaj thu si ndodhi. Po ja pra sekreti shihet titullat. Okej, unë episodin tjetër. Pra çuna rruini lesh te kokës. Ti je tullat, është shikë rrezikshme se po, është tik me dy presta. Duhet kesh fytyrën, duhet kesh stilin, duhet kesh attitude, duhet kesh trupin. Duhet kesh X6. Domethënë, po, X6 kanë dalë modele të reja për ato. E vërtet. Po si është Kristi kështu? Ti je tullat? Jo, ti je i lidhur. Të flasim për tullaslikun ose për lidhjen? Jo, për lidhjen. Për lidhjen. As i lidhur as tullas. Zgjidhur ditët e sotme. Wow, sa e vështirë si pyetje. Unë them sfida sot është duash veten, është më rreth, është një gjë shumë e vështirë. Të duash veten, jo me atë idenë egoizmit, vetbesimit të pruar, po, e kuptoj. Po si është Kristi në dashuri? Unë jam shumë pasionat. Bie kokë këmb? Në çfarë shenjë kokë ti? Çfarë shenjë kokë ti Kristi? Unë jam Virgo. Virgjeresha, okay. Po Virgjeresha nuk janë shumë, nuk
nuk ka të shohin shumë kollaj me një njeri. Jo. Apo të shprehin Shiko, ndjenjat. unë horoskopi unë më duket E kemi Meri Sheun këtë edhe. Ma horoskopi nuk jam lexuar kur. E di që ashtu si muhabeti i parë që bëhet tavolinë, po ndoshta po ne nuk ata shohemi shumë, nuk lidhemi shumë shpejt. Okej. Por po shiko, u lidhe unë nuk me besoj që turin lidhem- pastaj. Unë nuk besoj që lidhem shpejt, po kur intuitivisht e ndjej i futem. Jam I shumë futesh me pasionat. kokë. Jam shumë Bravo. Tani vajza është me tull. Me tu. Po ty gjem atë çfarë shenjë është partnerja që ty gjem sa shkoni me njëri tjetrin? Mars 19 i bie. I bie Unë nuk e di. një dash ose dem. Çfarë si e me të keqen halla? Tani është e huaj Krist apo shqiptare? Është shqiptare. Është shqiptare. Po, shqiptare. Është e famshme? Jo. Nuk është. Ah, okay. Ka zgjedhur një person jashtë syrit publik. Po. Ndoshta ajo ka Jo që- ndikuar tek shkëputja që ti ke pasur në pesh. televizion? Shiko, unë kam qef që marrëdhëniet t'i ndërtojnë në mënyrë korrekte. E tani media i ka çik ca gjëra, se njerëzit nuk i thonë, thonë jo, okay, ja kam dhe marrëdhënie, po the media s'ka problem, ka problem. Ka shumë Kështu që ka konflikte. ndikuar. Ka ndikuar, ndoshta bëhet çik më serioz, më Do të është bërë pak më shumë familjar. Më i lotshëm, më boring. Okej. E ke prezantuar te babi? Te Roberti? Jo, nuk kam prezantuar fizikisht, po ai e di kush është, e ka parë. E ka provuar? Ka provuar. Se është e rëndësishme Ka rënë apo pjesë? vini Ja, papaj? do e pyes herën tjetër. Okej. Pra pak dyshin e Kristin, mbajmë aprovimin. Do e pyes një herën tjetër. Okej, Mirë, Kris, tani atëherë. ne do bëjmë një lojë. Unë nuk e dija që ti ishe në një lidhje, me Dhe thënë të donte të drejtë. të lidhte këtë me të vetën. Por, okej. nëse se ti një lidhje do e bëjmë lojën se kush të pëlqen më shumë ty si një shikues. Si personazh, Po më domethënë. shumë Si personazh. Super. Janë disa vajza dhe do vendosen showbizit, përballë të showbizit. Të showbizit gjithmonë. Ti nëse do mund të argumentosh pse bën zgjedhjet e tua, nëse jo, mund të thuash thjesht emrin. Dyshja e parë, Loredana apo Eglitako? Shumë një lloj më duken. Një Shumë lloj? një, sigur, po tani Njëra është tim djath Lope, tjetra është një gjë e tim më duken shumë bukuri çik të sforcuara, të tepër të prononcuara kështu në atë seks llokun e vet çik periferike, lejo ta them, po. Kush është më pak pra që të zgjedhim një? Më pak. Okej, Loredana. Po ty nuk të pëlqejnë këto vajzat me këto bukurinë e tepruar periferike siç ti Jo, etiketove? ka charmin e vet, po duhet e bën vështirë ku janë dy. Po. Thjesht jo, shiko. Të njëjtit kategori. Periferia e Shqipërisë ka fizionomi shumë interesante. Si të Absolutisht, vajzat shqiptare janë më dhe femra. Vazhdoj me dyshën e radhës, Loredana apo Jacqueline Lekatari? Loredana, se provoj një të kohë, edhe ti mendoj kështu përpara. Loredana, Jacqueline e njoh. Loredana ose Jacqueline, apo Jacqueline. Okej, thashë do më shkënjeje. Pak më stil, pak më, po. Jacqueline Lekatari apo Ilnisa Agolli? As pak të ngjashme. Jo, nuk gjajnë. Edhe pse në personalitet ndoshta e kanë atë janë eksplozive. Po. Se pak të ashpra. Okej, Ilnisa. Okej, nuk e prisja këtë. Ilnisa Agolli apo ish-banorja Big Brother Olta Gixhari? Olta. A ruan kontakte me Oltën? Jo aktive, po nuk kam kur takojeni mund të përshëndesni. Respekti dhe shoqëria dhe qeshim bëjmë, kujtojmë sa momente. Super. Tani dyshja e fundit është shumë e fortë, Chris. Bëu gati. Olta Gixhari përballë Grida Dumës. Olta. Pse? Se nuk e di Grida nga aspekti, domethënë femëror, më duket çik overrated, e mbi vlerësuar nga fakti që ka pas dhe merrte pjesë politik. Më duket si imazh çik i mbi vlerësuar. Okej. Domethënë ato power woman nuk më duket më vërtet power woman. Mendon që nuk e meriton këtë emër që i ka dhënë? Nga aspekti imazhit, jo, nuk do e preferoja. Pastaj nga puna
nuk jam Është shumë dikush tjetër për mund ta vlerësoj, po. Po që nuk më duket dhe kaq power woman se sa që pretendon. Okej, ne kemi sjell Gridon këtu, Grida. Dosha më ndryshon më. Jo, ne nuk kemi sjell Gridon, nuk kemi. Ju duhet kishit sjell Oltën dhe Gridën dhe të bënin ato. Ishte problem data, Dëgjoni, unë kam sjell diçka tjetër tani. Nxirri hallatet. Atëre kemi sjell buton të kuq Me X blu. Këtë duhet ta shtyp. Po, atë do ta shtypësh. Kokainë, kështu? Po. Pa, mund ta mbash? Do ta shtypësh dhe do t'i përgjigjesh pyetjeve rrufe. Cila është eksperienca televizive që e penduar? Love story. Okej. Diçka që askush nuk e di për ty. Edhe pak. Jam pak autist. Okej. Kush është më i zgjuari në familjen tuaj? Shumë autist. Kush është më i zgjuari në familjen tuaj? Unë. Fjala e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Gjesti. Atë që thon, okay. Atë që thon gjithë i pa talentuar. Okej. E lash ishin sepse jo, ajo u nda nga mua, kështu që nuk. Të la ajo. Po. Okej. Po. Cila është një kritik që Roberti të bën gjithmonë? Ose babi? Një kritik që më bën Berti gjithmonë. Okej, bëu pak më social. Okej. Një gjë e thjeshtë. Dëgjoje babi. Pjesa e preferuar në trupin tënd. Po mirë. Po e morën vesh tani. Ja, po. Në intervistës për të. Po, unë muskulaturën e kam qef. Okej. Sa lekë me veta? Sa lek kam? Po. Me vete, tani. Vete? Nëse do mund ma tregosh. Unë kam 60.000 lek. Të vjetra. Po, do të thënë 60 Paske, euro. okej, nuk është keq. Jo, në kash nuk Për është ditën keq. po. Nëse nuk të zë gjumi natën, çfarë bën? Tu dalëm. Ja tani, unë ose shikoj Çfarë shikon? si autist që jam. Shikoj video kështu në lidhje me alien ndër. Me alien. Teori konspirative gjëra. Jo, dhe kështu qenseria tani Alien Earth. Gjëra tjera shkojnë në Pinterest, shikoj imazhe, pastaj vjen gjumi i vet. Duket artisti. Po. Sharja që bën më shpesh kur je me nerva. Çfarë thua ti kur je me nerva? Diçka në frëngjisht besoj. Putain sa merr. Fik për zotin ashtu i dalë. Tani, unë nuk e kuptoj. Mund të ma përkthesh të lutem në shqip? E bë me pip. Putain është Mamin? Mamin, po. Domethënë p mamin. Po. Okej. Galosha një dark me mamin tuaj. Po. Bravo Kristi, ja dole me Bravo. sukses të Urime për sfidën e parë. E fitove. Fitove. Tani nga sfida në sfidë. Te hot. Hoti është në fund. Hoti është në fund, po unë kam një sfidë më të tmerrshme. Është një sfidë që ne e sjellim për herë të parë në këtë sezon. Dhe jam shumë i lumtur që ta ndajmë dhe Kristi do jetë i pari që do hedhë këmbën, do fuzi duar. Do fusësh duar diku. Do fus unë ose do fus? Jo, do fusësh ti. Ti do fuzosh duar. Po. Çfarë do kapun? Objekte të ndryshme që janë aty. Sepse kjo është mund të jetë një biologjike ose nuk e di, nuk japim informacion. Nuk e di, mund të jetë i gjarë për një dragua apo kokaime. Ose Jacqueline Lekatari. Okej. Ose Grida Duma. Sepse kjo është Mystery Box. Okej, Kristi, ja ku jemi tani në Mystery Box. Ideja mos shiko, në asnjë mënyre. Aty gjenden një objekt i çuditshëm dhe ti vetëm me anë të prekjes do duhesh ta gjesh se çfarë është ky objekt. Kështu që je gati? Çfarë është, ma thoni çik aty nga skena. Asnjë lloj të thënë. Atëre ke vetëm 30 sekonda kohë për të gjetur objektin e parë. Koha fillon tani. Po mos e gjej ç'a ndodh? Shkatrojt bota. Nuk e gjej. Absolutisht. Jepi. Kujdes. Si ishte? Kujdes e lviz. Çfarë kjo? What the fuck? Hajde. Jo, nuk dua ta losë lojën. Dhe pak sekonda, ke dhe pak sekonda. Është një kafsh.
Jo, edhe pak sekonda. Jo, e preka bolla, ama të lutem. Nuk dua. E futet një. Jo, Jepi. Mace? Jo. Nuk është kafsh? Nuk është kafsh, okay. Kapele. Jo. Po nuk e gjeta pra çfarë? Koha mbaroi. Koha fillon tani. 30 sekonda. Ato gose që më shikojnë ashtu. Nuk ka asnjë lloj. Shumë Kujdes. ama ha. Jo më kapi që këtu. Jo. Kapi vesh? Dinozaur? Plastik? Jo, pse dinozaur. Ke dhe pak sekonda kohë? Frut? Jo. Po mos e gjuaj. Okej, aty, kujdes. Preke. Preke. Mbare koha. Shikoj çfarë është. Frut, ku diun? Jo, shikoj çfarë është. Po pra frut, okay. Është kaktus. Okej, Kristi, jemi me objektin e tretë dhe këtu nuk ta siguroj jetën që e ke të sigurt. Je gati? Jo. Perfekte. Koha jote fillon tani. Po sikur tha që kjo edhe lëviz. Nuk e di. Ja, të mbaj kohën, kështu, se shikoj kohën. Nuk e kosh, 30 sekonda. Okej. Jo, lëvizi. Po ti sa vendos të duart, ku lëvizi? Lëvizi ja ku është tu? Jo, absolutisht, Kristi. Uli dorën, okej. Preke. Uli dorën, po, mushe dorën. Mushe more dorën. Çfarë është kjo shumë e çuditshme. Preke më kapër shumë. Kape. Prit. Grije. Çka ka kështu gjeli më? Është slime, Slime, po pra. Slime. Që sa e bukur është je. Po, që është shumë e bukur. Ja, tash që e peti. Këtu më pëlqeu. Këtu. Okej. Ja. Kujdes. Kristi, tani jemi në momentin që ti me zdo po prisje që në fillim. Hot, shumë hot, shumë je hot. djegse. Ke disa pyetje përpara teje, Okej. të cilat duhet i hapësh, ti lexosh dhe ti përgjigjesh. Për ne do me thënë, Okej. dhe për klikimet. Nëse ti nuk do të përgjigjesh, Duhet, ke specin djegës në kombinim me bashkë? tabasco. Bashk. Asnjëherë ndarazi. Na trego tani eksperiencën tënde më të çmendur seksuale ose ha specin. O zot. Më të çmendur. Më të çmendur. Më të çmendur ose Më ekstra, më, domethënë Unë jam shumë poshtë, bor, jam shumë ose- vanila valla. Pse? Jam pasionant, po pse jam çik vanila. Vetëm në krevat? Jam dhe çik vanila, po. Tani, përveç krevatit dikë tjetër Në lavatrice për shembull. Seksuale. Po. Mund të jetë dhe mendim kur jam qenë kështu 17. Po ha, çfarë mendimi për shembull? Lavatrice. Kalorifer. Lavatrice atë çike shplar, ëh? Në centrifug, lavatrice? Ja. Stop, mos jep një ide, le ta dëgjojmë çfarë do thotë. Po unë kisha gjithmonë me ishte një zysh, mësuese. Po? Profesoresha. Po, edhe kishim gjithë kështu çik si Fiksim. Qa klase ke qënë ti atëhere? Unë kam qenë në Belgjik, kam qenë ndoshta 12, 13. Jo po ça jep te kjo zysha, ça lëndë jep te kjo zysha. Po kjo zysha jepte anglisht. Si e dia. Si e imagjinoje ti këtë zyshën në fantazinë tënde? Ama të shimo. Ne ajo kalonte gjithmonë në ca momente kalonte një tualetin. Kalonte e futet te tualeti, edhe aty fillonte ajo. Të iki dhe unë tualet. Si tip tensioni, ke parasysh? Aty mëson anglisht Okej, Kristi. pjesën tjetër po Nuk isha i imagjinoj. vetmi, ëh? Nuk isha i vetmi. Nuk ishe i Gjithë vetmi. kishin po. Pyetja tjetër? Kalojmë te një Nuk duhet zysh ta pyet, tjetër. ë? Jo, përgjigje, përgjigje. absolutisht, shumë perfekte. Hajt. Kalojmë te zysha tjetër. Zysha tjetër. Trego sot një mesazh në telefonin ku ke flirtuar me një vajzë të showbizit shqiptar ose ha specin. Bashkë me tabasco. Pa. Po tani Nëse e ke bër. jam çiki dashuruar. Është pak i martuar. Çiki martuar. E po speci, Në rinin tënde, në rinin tënde, në veçarin Në rinin tënde. time nuk kthenin përgjigje fare. Se ku ti ke shkruar? Në pos a ekziston te Instagram rinin time?
Shikoj tani. Kujton, të tani mos e plak Mos thua që edhe ti si Diana Shabani që nuk kanë nejt kur single. Pra, para kësaj lidhje ke qenë një periudhë single apo jo? Po, showbiz shqiptar? Atëherë Si e marr fare? Në Belgjik? Jo. Okay. Isha në Belgjik. Jo. Duhet ta pi, ë? Duhet ta hash dhe ta pish. Pra po thua që kur ke ardhur në Shqipëri ke qenë gjithkohë si rritur? Këtë po më E me tani dhe kjo. Këtë po më thua. Kristi. Është lezetshme. Është lezet e kuqe. Ta kaloj shpejt se Pa. Shpejt. Si bëhet kjo? Mund ta hedhësh Mund ta të hedhësh sipër. sa të Sa duash. të mbaj? 1 të 4-ën, se 4 pyetje kemi. Ose e kafshoj. Kristi e mirë? Marrë një ambulancë? Ujin e kemi me vetë. Jo. Për cille duhet kaloj në ezofag. Ezofagun! Kujdes ezofagun. Pa kuj? Pa. Ishte djegse, a? Ishte e lezetshme. Besim të gjithë të ftuarit me këto. Kalojmë te pyetja tjetër. Atë, pyetja tjetër. Kristi po I dalin lot nga sy dhe ju nuk po e shikoni. Pa. Surprizë, kjo nuk është një pyetje, por një dënim. Çfarë po ndodh vallë? Merr në telefon Jacqueline Lekatarin dhe thuaj që ke marr propozim për film erotik bashkë me të. Ta marrë Jacqueline dhe do I thosh, një miku im më ka propozuar që t'jem në film erotik, por do që t'jemi të dy bashkë. Çfarë do thotë Jacqueline? Do më vrasi. Po hajde ta dëgjojmë pra se për fanësh është it's just a prank, Chris. Do më vrasi, It's just a prank. nuk e riskoj dot. Do reagoj shumë keq. Jacqueline apo partnerja jote? Çfarë mendon ti që mund të thotë Jacqueline? Nuk e di domethënë. Si bëj në djerë? Do një vacë Sa vjen e speci bëhet më djegës, kështu që do reagoj shumë keq. Okej, ha gjithë specin pra. Jo, gjithë specin, jo. të gjithin. Të gjithin. Ta nuk do No duan. Jacqueline no të gjithë specin. Bashkë me ta bashkë. Jo, wow. Shiko, tani sa keq mund të reagoj Jacqueline se do I thuash pastaj që është shaka, nuk është me gjithë. Do e haj se do më... Okej. Okej, të bëft mirë. Nuk du domethënë të imagjinoj. Aq Kristi ftuari që ka ngrënë më shumë spec. Për zotin. Vetëm disa të gjithë e kafshin kështu. Ka akoma tabas ose po e lyen kot? Ka. Nuk na gënjen e Kristi. Sa ka fshoj me nana ime. Ua, Kristi po vdes, nuk e di dhe sa jetë ken. Po, Kristi të duk për një pyetje ose ka mbaruar pyetjet? Ka mbaruar. Shpëtove. Si të duk? Dali lot. Si jemi kështu në si këto tjerë që shkon në asnjëri, te ne djeli djersi. Edhe jam mësuar pak, me... Po është dhe vap? Është vap ose... Jo, vap nuk është. Ke dietisit letosur në këtë moment. Gjithsesi Chris, ne të falenderojmë që pranove të vish në What of a Show dhe we had fun. Ja, ishte shumë fantastike, shumë faleminderit që ishte pjesë e jona. Ja, shiko. Ndërkohë ne do shihemi sërish të premten e radhës me të tjera rubrika, me të tjerë të ftuar. Deri atëherë, ne themi për çdo gjë, what the fuck. Ándale.